A përsëritet historia në Big Brother? Një reflektim I gjatë më bri Selinën, produksionin të hre besimin e publikut me çdo edicion të Big Brother lind dhe njëjta pyetje: kush vendos realisht fituesin? Publiku apo produksioni? Dhe sa herë që një banor që duket favorit nuk shpallet fitues, kjo pyetje bëhet edhe më e fortë, edhe më e dhimbshme për ata që e kanë ndjekur me pasion. Rasti I Selinës po perceptohet nga shumë njerëz si një déjà-vu, një histori që e kemi parë më parë. Një rrugëtim I gjatë, emocione, përplasje, sakrifica brenda shtëpisë dhe në fund një rezultat që nuk përputhet me pritshmëritë e një pjese të madhe të publikut. Kjo krijon menjëherë një ndjesë zhgënjimi dhe dyshimi. Shumë fansa mendojnë se Selina ishte ndërtuar si një figurë e fortë, një personazh që ka kaluar sfida, që ka krijuar dinamika dhe që ka mbajtur peshë në rrjedhën e spektaklit. Kur një figurë e tillë nuk fiton, lind pyetja: a ishte loja e saj e pamjaftueshme, apo kishte faktorë të tjerë në prapaskenë? Këtu fillon narrativa që shpesh qarkullon, ideja që produksioni ka një plan, një histori për të treguar dhe se fituesi është pjesë e këtij skenari emocional. Publiku voton, por mënyra si prezantohen ngjarjet, montazhi, theksimi I disa momenteve dhe zbeja e disa të tjerave ndikojnë drejt për drejt në perceptim. Dhe perceptimi, në fund, ndikon votën. Në këtë kontekst, shumë njerëz e krahasojnë situatën me raste të mëparshme ku një konkurrent shihej si favorit, por në fund nuk fitoi. Kjo krijon një model në mendjen e publikut. Kjo gjë po ndodh përsëri. Edhe nëse realisht çdo edicion ka dinamikat e veta, perceptimi I përsëritjes është shumë I fuqishëm. Një element tjetër që po përmendet është ideja e premtimit të pashprehur. Jo një premtim real, por një ndjesi që krijohet nga mënyra si ndërtohet rrugëtimi I një banori. Kur një personazh paraqitet si protagonist për javë të tëra, publiku fillon ta shohë si fitues të mundshëm. Kur kjo nuk ndodh, ndjenja është sikur diçka u mor në momentin e fundit. Pastaj vjen reagimi emocional, zhgënjimi shndërrohet në dyshim dhe dyshimi në teori. Produksioni vendosi, ishte e planifikuar, u manipulua loja. Këto janë fraza që dëgjohen shpesh, jo vetëm në këtë rast, por pothuajse në çdo reality show të madh. Por duhet parë edhe një kënd tjetër. Big Brother është një format ku publiku është I madh dhe I larmishëm. Ajo që duket e qartë në një rreth shoqëror apo në rrjetet sociale që ndjek ti, mund të mos përfaqësojë shumicën reale të votuesve. Ndonjëherë krijohet një flusk ku duket sikur të gjithë mbështesin një person, ndërsa jashtë asaj fluske situata është ndryshe. Kjo nuk e zben ndjesinë e padrejtësisë për ata që besonin te Selina. Përkundrazi, e bën më të fortë, sepse për ta rezultati nuk përputhet me realitetin që kam parë çdo ditë në ekran. Edhe ideja që familja shkon ta marrë Selinën simbolikisht ka një domethënie të fortë emocionale. Është si një reagim ndaj sistemit, një mënyrë për të thënë për ne ajo është fituese, pavarësisht rezultatit. Kjo është shumë e zakonshme në reality show. Publiku krijon fituesin e vet, që nuk është gjithmonë ai zyrtari. Në fund të fundit, Big Brother nuk është vetëm një lojë, është një histori kolektive ku publiku investon emocione, kohë dhe besim. Dhe kur ky besim lëkundet, lindin pikpyetje të mëdha. A u përsërit historia? Për disa, po. Për të tjerë, ishte thjesht një rezultat ndryshe nga pritshmëritë. Por një gjë është e sigurt, sa herë që publiku fillon të dyshojë në drejtësinë e lojës, vetë formati vihet në provë. Sepse Big Brother jeton nga një gjë e vetme, besimi I njerëzve që votojnë. Dhe kur ky besim tronditet, debati nuk mbaron me finalen përkundrazi, aty sapo fillon.